bashkëbisedim, kemi mbajtur komunikime të mira me gjitha partitë politike, kemi dhënë solucione, kemi dhënë alternativa, kemi pas gatishmëri të plotë për konsenzus. Fatkeqësisht kjo gatishmëri nuk është përputhur me synimet e palëve tjera. Në këtë moment, seancën e tanishme e konsiderojmë si monopartiake, meqense janë dy kandidatë nga një parti politike. Besoj që ka qenë dhe kundërshtim publik, cilën e kemi thënë që nga dalë kemi parë se presidenti s'du të ketë librezë partijake, tani kemi dy kandidatë me librezë partijake. Kështu sa rrihet konsensusi, kështu sa rrihet uniteti. Por një shumicë thjesht politike, siç kam thënë dhe sot në mëngjes, kemi kryeministrin e Kosovës, për president duhen 2/3 e kuvendit të Kosovës. Përmendëm çështjen që kemi dhënë alternativa dhe komunikacion për konsensus. Që se jemi krejt fond ka fatit, a ka emra që janë përmendë të ju, që kishin mujtë marrë këto vota, do e ditë që ka po jo akuzojnë si opozim që nuk kemi marrë emra vazhdimsi. Jo, ne kemi qenë në pozicion të ofrimit edhe të marrëveshjes politike, e cila është refuzuar. Edhe të gatshëm për konsensus, po s'na është ofruar asnjë emër asnjëherë. LDK s'ka refuzuar asnjë emër deri më tash. Prandaj kjo është e vërteta dhe mbi këtë vërtet kemi pasur paraqitje publike, keni parë deri më tani, por janë konsideruar që votat e LDK-s janë të mjaftueshme, është kërkuar më tepër, ne kaq kemi pas vota, kaq ka qenë mbështetja qytetare për LDK. Sasorës 24 pra të shpallët e krejtë për shkuarje në rendet në zgjedhje, a mund të na shpjegoni pak për realisht si ndodhin një zgjedhje, pasi që ka dilema që ndoshta edhe vendi nuk mund të shkojë zgjedhje, pasi që kushtetuta është disi e keq ose e vërtet pasoja juridike nëse presidenti nuk zgjedhet, si vetë të parë të përfundojë për mandatin e presidentit. Kushtetuta është e qartë, nëse për 30 ditë para skadencës së mandatit të presidentit aktual nuk zgjidhet presidenti i ri, atëherë vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo çështje besoj që duhet trajtohet me presidentin e Republikës Kosovës, e cila ka 30 ditë në detyrë të plot, mandat plot të zgjedhur në vitin 2021. Ne presim dekretin e më pas konsultimet e më të tashme. Për çfarë marrëveshje keni folur? Çka keni pasur në kulturën e marrëveshje që keni diskutuar? Ne kishim drejtë në kupton se sot do të merrem pjesë Nuk kemi fol fare për marrëveshje sepse është refuzuar si koncept. Pra ideja marrëveshjes është refuzuar. Dhe kur të refuzohet një ide, ki vështirë dhe të diskutosh. Është kërkuar konsenzusi dhe konsenzusi s'është arritur sepse s'është prezantuar ndonjë emër jo partijak deri më tani mbi këtë proces. Strategjiku e para si e personi këto çaste të vendosjes, fillimisht të thirrjet e seancës me dy kandidatë të vendosur për president, e dyta dhe kërkimi për ndryshimet e amendamenteve kushtetuese. Në këtë fazë, a të vanë apo jo? Unë besoj që për çështjet e amendamenteve kushtetuese pata fjalën në seancë, aty shpreha qëndrimet mbështetëse të LDK-s që janë parimore ideologjike, por që thash që ka më shumë se 14 vite që ne arrijmë t'i kalojmë këto amendamente për shkak se duhen 2/3 edhe të minoritarëve. Këto 2/3 janë arritur asnjëherë, siç u arritën edhe tani. Prandaj ishte një manovër politike që s'kishte sukses. Tani kjo seancë, siç thash, është një partijake, është me dy kandidat partijak. Dhe besoj në fjalët e palës tjetër, Kosova s'ka nevojë për president me libreza partijake. Po futemi në terren të pashkelur, siç është thënë gazetari. Jo, po futemi në terren kushtetues, pa aftësisë fatkeqësisht për të bërë një gjë shumë bazike, zgjedhjen së presidentit, por në një proces që definohet nga dekreti i presidentes së Republikës Kosovës. Jo, ne nuk është çështje e marrjes ose jo të pjesën seancë, e cila është partijake, tani kjo është çështje procedurale e një manovre politike për cilën LDK-ja s'ka interes fare të kontribuoj. Këto janë çështje të pavarura të presidentës, por logjika jonë kushtetuese e një partie që ka kontribuar edhe në ndërtimin e shtetit dhe vetë kushtetuesës është bukur e qartë në këtë drejtim, por për këtë vendos në mënyrë shumë të pavarur presidenti i Republikës Kosovës, e cila po besoj që pas një ore gjysme do të ketë përgjegjësi institucionale për fatin e Republikës Kosovës. Shkollin e zgjedhjeve paranoni dhe sa smanin e LDK? Këto çështje gjithmonë diskutohen në një të ardhmen shumë të afërt. LDK s'ka pasur asnjëherë qëndrim refuzues ndaj zonjës Osmani edhe për këtë proces. Ju falenderoj shumë. Pra, pam konferencën e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdegjiku, i cili seancën që po pritet të fillojë, e quajti si një seancë, një partijake, meqense tha që nuk do të marrin pjesë Partia Demokratike e Kosovës
edhe këta kanë thënë që s'do të marrin pjesë AK-ja, s'do të merr pjesë, por profi bie që s'do të ketë seancë apo jo. Nëse s'ka kvorum, nuk mund të filloj seanca. S'mund të filloj seanca. Jo. Pra, çfarë do ndodhë është që do të shkojmë zgjedhje. E tha Abdi Gjiku do të presim, po presim vetëm dekretin e Vjosa Osmanit për shkuar në zgjedhje. Po. Është lajm i mirë për demokracinë në Kosovë, që Më ne të synu demokracinë të shkuar në zgjedhje pas 3-4 muajve, nuk e di. Nuk e di, a është ky synimi, Florent. Kjo është zedokracia. për unë kështu e mendoj, se një opozitë e nënshtruar prej një individi është rrezik për demokracinë e Kosovës. Loja e Albin Kurtit ka qenë planin për me i nënshtru partitë opozitare edhe me i friksu për zgjedhje. Nuk duhet mju friksu asnjë parti politike zgjedhjeve, po duhet mju friksu listave nestra. Ka një fundin lista. Ajo është mesazhi kryesor.